1390 fermer në qarkun e Gjirokastrës kanë aplikuar për të përfituar mbështetjen me naftë për punimet e mekanizuara. Këto shifra tregojnë se interesi fermerëve ka mbetur pothuajse i njëjtë me vitin e kaluar, ku aplikuan 1440 fermerë. Ndërkohë, interes është treguar edhe tek masat e tjera, si mbështetje për tufën bazë të matrikulluar dhe bletari. Ka një numër pak më të ulët te skema e mbështetjes me naftë, por ka një rritje po kaq tek skemat e tufës bazë të matrikulluar, kështu që numri i përgjithshëm është po ai. Tashmë është faza e dytë, faza e kontrollit administrativ për dokumentacionet dhe kontrollin në terren për plotësimin e kritereve nga ana e fermerëve, theksoi Bineri. Duke filluar që sot është kjo faza e kontrollit administrativ që quhet, bëhet kontrolli i aplikimeve të naftës për dokumentacionin dhe për plotësimin e kritereve, pas dhe krahas me këtë bëhet edhe kontrolli fizik që bëhet nga AZBR-ja, bëhet në terren, duke filluar nga masat e blegtorisë, por edhe masa e mbështetjes me naftë, të dyja kontrollet do të vazhdojnë paralelisht. Pasi të përfundojnë edhe kjo fazë, atëherë do të bëhet rimbursimi i fermerëve. Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë vitit të kaluar kanë përfituar nga mbështetja e subvencioneve në bujqësi 3030 fermerë në të gjitha masat.